Ekipi I televizionit Syri ka qëndruar në teren së bashku me njësinë e motocikletave në kuadër të DRP-s në Gjakov për të parë nga afër punën dhe angazhimin e tyre në ruajtjen e sigurisë rrugore. Kjo njësi, e cila tashmë është aktive në teren, ka për qëllim rritjen e efikasitetit policor dhe reagim sa më të shpejtë në rastet kur kërkohet intervenimi në kohë reale. Qëllimi I njësisë së motocikletave është ngritja e efikasitetit në rrugë edhe arritje sa më shpejt në raste kur kërkojmë në kohë reale. Përveç kësaj, ne kontrollojmë motocikletat të cilat janë në rrugë dhe kërkojmë nga ata që t'i vendosin helmetat, të jenë në rregull me dokumentacionin, të kenë kategorinë përkatëse dhe të gjithë së bashku të kontribuojmë për sigurinë rrugore. Zyrtari policor Argjend Çehaja tha se plani operativ lidhur me motocikletat në rrugë po jep rezultate pozitive dhe apeloi tek të gjithë drejtuesit e motocikletave që të jenë më të kujdesshëm gjatë ngasjes. Ne jemi të kënaqur sa I përket planit operativ lidhur me motocikletat në rrugë, mirë po kërkojmë që edhe ajo pjesa që na ka mbet, ato motocikletat që janë në rrugë, të jenë të kujdesshëm, nëse I duan kaq shumë motocikleta, ta duan spari veten, ta vendosin helmetën dhe të jenë në rrugë ashtu siç kërkohet, sipas ligjit. Nga tereni, televizioni Syri pa nga afër patrullimin dhe kontrollet që realizon kjo njësi për rritjen e sigurisë në trafik. Sipas komandantit të trafikut rrugor Albin Sahaçia, deri më tani janë konfiskuar rreth 100 motocikleta që nuk kanë qenë në përputhje me rregullat dhe ligjin në fuqi, ndërsa kontrollet do të vazhdojnë edhe më tej për ruajtjen e rendit dhe sigurisë në komunikacion.